Please accept this Thank very you. It's symbolic really but beautiful. with a huge meaning Thank you very much. from golden hands of those survivors. Yes. Përshëndetje të gjithëve, faleminderit shumë. Fillimisht dua të falenderoj ambasadorin për prezencën e tij dhe për gatishmërinë që të përkrah këtë projekt. Si që keni pa, sot ne zbuluam kandin e shitjeve mu këtu në aeroportin e Prishtinës, që ka qenë një veprim jashtëzakonisht i mirë, një veprim historik ta themi, në përkrahje të mbijetuarve të dhunës seksuale gjatë luftës, mu në përvjetorin e 25 të themelimit apo të inaugurimit të rezolutës 1325 që ka të bëjë me gratë, paqen dhe sigurinë. Dhe ky projekt nuk do të ishte realizuar pa ndihmën dhe përkrahjen e jashtëzakonshme fillimisht nga ambasadori, nga ambasada e Turqisë në Prishtinë, nga i gjithë stafi, por edhe nga stafi dhe menaxhmenti i aeroportit në Prishtinë. Ka një proces i cili është filluar me negocimin e fondacionit Jajaga, me punën dhe përkrahjen e 2 qendrave, qendrës Nedrenas të udhëhequr nga zonja Kadirja dhe nga Linda Sada qendra në Gjakov, dhe nga sot e tutje i kemi këto produkte që janë punuar nga duart e arta, nga ato që unë i them janë heroinat e gjalla të Kosovës, sepse përderisa ne si të gjithë qytetarët e Kosovës kemi gëzuar lirinë tonë, kemi gëzuar pavarësinë tonë, ende këto gra dhe këto burra që janë të mbijetuar të dhunës seksuale gjatë luftës, ende ballafaqohen me pasojat shumë të thella që ata dhe ato kanë përjetuar gjatë luftës, sepse neve dimi shumë mirë që dhunimi është përdorur si mjet luftës në Kosovë. Dhe unë gjithë karrierën time në fushën e grave paqes dhe sigurisë, nga pas lufta dhe sidomos pas marrjes së mandatit si presidente e Republikës së Kosovës në vitin 2011, ja kam dedikuar të mbijetuar të dhunës seksuale gjatë luftës.